Përshëndetje, mirë mbrëma shikues të nderuar, po shihemi bashk edhe këtë të hënë. Për të adhim nga të hënat e tjera, kjo ka qëllu një hënë festive. Sot jemi në ditën e dytë të Bajramit. Njëkohësisht, jemi në një ditë që e nis një javë pas një javë me shumë zhvillime. Kjo të nglej pak sikurse ta thoshte zoti Kurti, po ju për time ka pas zhvillime në javën që e lam pas. Zhvillimi sigurisht ndër më të mëdhenjt, mbase do të më fut edhe në historinë e re të Republikës së Kosovës, është shpallja e rezultatit të zgjedhjeve dhe certifikimi i tyre. Realisht këtë javë ka ndodhur certifikimi në ditën e bekuar të enjten, pas më shumë se 40 ditëve. Domethënë presjen më i zgjedhjet një Ramazan i tërë ka kalu, erdhë Bajrami gati, edhe rezultatet nuk u certifikun. Pat shumë ankesa, pat shumë deklarimet të ikonës së mirënjohur Sami Kurteshi, një ankesë edhe mas certifikimit, ka edhe preantari tjetër të VV-s në KQZ, zotit Alban Krasniqi, besoj regjia veç na e dha. Pra, kjo po thë që s'po dim çka mi mësu, nuk e di mo çka kena mi mësu në nxënësat për BZAP dhe për Supreme shkolla. Nuk e di që decisivisht në naj shkollë shqipe mësohet për këto dy institucione. Nuk ka lanë shkollore ku mësohet numrimi i votave, prandaj nuk e kuptoj zotin Krasniqi, a i ka lexu ndonjëherë librat me cilët mësojnë nxënësit, libra shkollor. Këta që i ndashin për para që ta shpiblejnë prind, e pi subvencionan Ministria e Arsimit. Domethënë, nuk ka nevojë më shqetësu se nuk kemi nevojë me mësu fëmijët në shkollat, paktën jo në shkolla fillore, për PZAP-n edhe për gjykatën supreme. As për gjykatë apelit, as për gjykatë kushtetuese. Domethënë, le t'ja hekim me rakun zotit Krasniqi në lidhje me këtë problematik. E rëndësishme është që tash i kemi zgjedhjet, e kemi rezultatin, edhe do t'ecim përpara gjithsesi. Edhe do ta kemi një qeveri të re, cilën nuk dim kush do ta udhëheq. Personin fjalë besojnë që do ta udhëheq Albin Kurti. E Albin Kurti tash si ministër në i dorëhequr më, si kryeministër, falni, si se janë njëlla më bu ministër, nuk dihet, në ndonjë koalicion mund të jetë edhe veç ministër, po ka ra prej e një kurthi të paparë. Pra, 2 komedian nga Rusia e kam fut me një prank në të cilin zoti Kurti doli, s'po di që është me zbu gjuhën me ma shumë vallajnë, po doli pak palacho. Do me thonë, në qasi gjendje mu do kesh që pësho atë zendelin e hotel Adris. Besoj këta që janë pak më të vjetër e kuptojnë për çfarë telefonate po flas. Do me thonë, në qasi gjendje mu doke, folke me 2 njerëz, si shke problemi se qëre, pre e humoristëve rus, pikërisht të njëjtëve, kanë ra dhe lider të tjerë. Mu, që kam leke për shtypje, ke për mbajtja e krejt asoj që ka e fuli Kurti. Do me thonë, folke me një homolog të ti nga Letonia, e me cilin, do me thonë, i qajke halët të krejt botës. Po pse? Pse duhet me ful me homologun nga Letonia, pak ditë mas i ke fitu zgjedhjet, duhet me ful për oligark të vendit tonë, për mediat, për partitë opozitare në vend tonë. Pse duhet me ful me ta, si me pas shok prej bankës të parë në klasën e parë të shkollës fillore. Domthon, nuk e kuptesha që ti e mbi të gjitha gjëja që më ka çudit më së shumti në krejt këtë mes, ishte fakti që zoti Kurti e lsheke kamerën. Unë nuk e di
pala tjetër e ka pas kamerën e lëshume. Domthon, o shumë e çuditshme edhe shumë virë nëse Kurti ka pranuar që me lëshu kamerën edhe pala tjetër me arrit kaq lehtë me e mashtru duke mos u parë me figurë, duke u dëgju veç më zë. Edhe fundja qëre, mbike pak inati prej krejt kësaj situate, sepse e paramendojsha një krejt këtë situatë si me thonë përmbësha në një formë, sikurse Putini me pas qenë viktima, e këta humoristat rus me qenë të kullukat e najma bazit. Dhe më thonë, paralelja mundet me konë qito. Dhe më thonë, ose Sadrej Meri, i këshia show. Dhe më thonë, parameno, Sadrej Meri mi alëshu fure Putinit. Qashtu që ja kanë shu ata dy rëst Kurtit. Dhe më thonë, që kjo mdhem ke ma shumë ti në krejt në këtë mes. Mas jena atë Putinit e Rusia, edhe një sanë më kujtu. Dhe më thonë, pjesa ma ironike e krejtësaj pune është që Kurti ma shumë t'i ka problematizu ndikimin rus, luftën hibride të Rusis, edhe është i pari i cili me dokumentim ka ra preje kësoj që bequn luft hibride edhe luft të Rusis në përgjësi. Po nuk përgjasi ma shumë se është full është ironizu s'ka ish më risht, kur është ironizu me Kurtin ma shumë se kësa here. Kështu që mos t'ja animojna ma shumë, po letrime dhe pak të Rusia, keni artikull në një Bild, po mdoket, në një media ndërkombëtare, për Putinin, thamë Putini e ka prejore në shqiptarëve. Nuk e lexova, me thonë drejtën, nuk e kam dërmen me lexu, më do pak si këta artikuj të Farej Xharës, që dhe ke Roma flisë të Shqip, që i ka pas dhe libra qështu, nuk po i duroj mo realisht kur gjë që ka lidh diçka të botës me shqiptarët. Në mënë se qa shumë e kam bastardizu më rang këtu, pritaj me lexu gjithçka që pretenduohet që është shqiptare. Në mënë kur dikush thot që kjo ka lidhje me diçka shqiptare, në mënë nervozona. Edhe në këtë rast edhe që kjo artikull nervozoj, po si isha çudit se kryenësia e Putinit është kogja kështu e ngjashme pak me kryenësinë që dim me pas në momentet të ndryshme si popull, po nëse është mas nej pavarësisht ka përfaqëson figura e Putinit, do të me thonë në një sen që shqiptarët janë pushtues botës në një mënyrë. Janë superfuqi, një prej superfuqive të botës. Po mos të zgjasim as këtë gjose, edhe për Putinin është full shumë, të është shumë ku. Të flasim për një moment tjetër historik të Kosovës. Cili është ai moment? Ka ardhur më në fund një njohje. Njohja e 118, po m'duket ke. Dikush se i ke 117, nuk po dihet se tash është edhe kjo betejë, sa shtete i kanë tërheq njohje, tjerë i kanë tërheq 28, ishin serbt, ministria jonë tha jenë ka reng këta, po Kenia na ka njoft, miq të dashur, këtë njohje na e tregoi Bexhet Paculli, po ministria Danika Gërvalla, e cila e mban pozitën që dikur e ka pas Paculli, nuk e pat fuqin e saj me pranu. Bile me një moment në statusin e saj, thot që e ka taku presidentin e kryeministrin e Kenis para 4 vjetëve. Po i qysh para 4 vjetëve ke taku për fundit herë, ajt njohu që tash dëmon, që ajt takem pas kanë dikuj cili o mojt para 4 vjetëve. E këto 4 vjetë që keni bu? Ta unë me presidentin këm taku në 2021, si me thonë, tash 2025, ta, edhe prej atëherë, në mënë mas 4 vjetëve ju pas ka kujtu se a din që na pat taku ajo Gërvalla e Kosovës, hajde ta njojmë që tash, në mënë kërkun se përmen Pacullin, çuditërisht për dallim nga kjo shefi i saj, e përmeni, e falenderoj zotin Paculli për kontributin, si duket kur di ka fillu mu pjek politikisht, a këta të Pecit, ta përfaqësues të Pecit, Lise Zguza, këta jenë bo ma radikal si ka qenë vetëvenduse, se tash vetëvenduse së radikale më edhe pse i përjashtojt pramten
1-2 asamblejës vet, dhëndrën e Liburnit, edhe këtë Edmond Azemin, ish basketbollistin, domani përjashtoi prej partisë për shkak të votës së tyre në Kuvendin Komunal të Prishtinës, po sidoqoftë janë çështje lokale, këto s'dojnë më mirë me çështje lokale. Dojmë u marr edhe me një çështje që është lokale. Rryma 15% po shtrejtuat. Edhe presidentes i dëlgjumi me kundërshtu, pak me vonesë, po të premten dëll me një kumtes edhe u shpreh kundër, në anën tjetër, një aksion ka ardhur prej një aktivisti, Dibran Hoxhës, që është edhe analist të ndështat, ka ardhur në ditën e ajtë, nëse s'ka bëj, po krejt kjo erë pas një deklaratë të shepit të ZRE-s, i cili tha nëse e gjeni rrymën ma lirë, tha blene vetë. Do më anë, kjo është epokale. Qështu të të mi thonë një udheq, do më anë, nëse gjenë ma mirë, shko ku dush. Aten, që kjo qasja e re politike, o vla, që kjo ideologjia e re, bëne vetë, mos prit prej meje, unë të më pagun mu, po mos prit prej meje. Edhe kjo tha nëse gjeni rrymën ma lirë, shko blene vetë. Do më anë, kjo. A bën mi thonë Martin Berisha me nabli, a bën me autorizu Martinin, na Gipin, na Gip Snapchatin. Nejse se jena lodh pak, u lodh edhe kjo popull, apo popull që shkruajnë do. Po këto janë problemet me cilat përballemi, nuk do të thellohemi shumë, sepse jemi edhe në ditë festive, me këtë rast edhe njerë e uroj gjithë komunitetin musliman për pjesën e Bajramit. Në pjesën e dytë, kemi vendosur sot me zhvillu një bisedë jashtëzakonisht të lezetshme me një figurë interesante të vendit tonë, një person që merret me muzikën, po për një kohë gjatë punon edhe në media, në radio. Ajo është Mentor Mripa. Pas një bloku të shkurtër publicitar, do të jemi në bashkëbisedim më të. Po kthehemi me pjesën e dytë, si që kemi paralajmëruar, me ne është një ftuar i veçantë, për cilin unë kam respekt të jashtëzakonshëm, është Mentor Mripa. Mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit, zotit respektoft, çfarë më thonë tjetër. Po ta uroj Bajramin fillimisht. Ta urojmë bashkë njerëzve. Po, ja urojmë edhe njerëzve, po ta uroj ty fillimisht. Po ta uroj edhe unë ty kështu. Se e di që ke agjeru. Po. Se kom bo nomin, nuk jemi mundu mirë. Ja, se ke bo nomin, se fundja nuk je i vetëmin që ka agjeru. Jo, pra, bile dhe tim duket. Po edhe unë, mos ta rrisi menën shumë. Jo dhe, për hajrë me fat e gëzuar Bajrami, me që njerëz dashamirët e të shtatëshit, me që tonë, krejt, falenderit shumë. Urime për të gjithë? Jo, mas shumë të i falenderit, shokët e mi, besimit katolik, që më kanë shkruar, më kanë thirë. Në këta i falenderoj më shumë, se i bjen men më shumë se plot shokëve të mi tjerë. Sinqerisht po të thëmë. Na po i na nxon vetë. Jo po. Kumë na ronë në emër një tjetërin. Të hongër baklava, më thëtë. Të hongër baklava të në kohën. Shumë mirë. Inshallah se ke të pru. Ja. Se së dita dytë. Ja. Pse agjeron, Mentor? Se më duke që agjeron rregullisht. Pyetja është pa lidhje me çajt. Ja, s'o pa lidhje. S'o pa lidhje, se ka njerëz që se dinë pse agjerojnë. Unë e di shumë mirë. Den, po për çfarë ta pes? Tash, a din çish, unë nuk jam teolog fetar, do të thonë nuk jam as hoxha as kurrë që më ta thonë definicion pse që është si, po unë ndi veten mirë dhe jam do të thonë kam lindur shqiptar, musliman e tjera, do të thonë feja ime është kjo. Jam besimtar absolut. Dhe me thonë sinqerisht, do më thonë, kur ti nuk e qenë jetë, besoj, unë kam fillu me agjeru të tërin në Ramazanin, që do të thotë në vitin 1992, në Ramazanin ati viti,
kur e kam mbaruar shkollën e mesme. Ku ma ditë ditëlindjen o vëlla? Jo, nuk ta di unë ditëlindjen ty. Jo, ma ditë se ta s'ka qenë jetën e 93-ën komplet. Për pak. E 93-ën do thotë unë e mbajnë më mirë. Veç desha të them që edhe në atë kohë, para 92-ës, agjerojshim do shtune, dile, do se unë kohën time, shkollën time kam mbaruar në Pej, pak në Prizren, mandej në Pej, dhe ka qenë tipi konviktit. E në konvikt, problem vëllan, problem se si je larg familjes, je vet, edhe bëjshim do iftara, do syfyra, kanë qenë do shok, do djemë të mirë që kanë ditë me përgadit diçka, dhe gjinoj për qef, kënaqem kur agjeroj, në në mitrodit thojmë në gjinoj, kënaqna, do thënë, shumë një mirë, bilejëm njeri maj mirë në Ramazan, besom. Po vrejesh, po më në i që pas ka bo mirë. Thu, se? Ku për vrejnë ti? Shtu në... Fizikus. Edhe në fizikus, po edhe në homar. Edhe në homar. Po s'kam qenë në safirit kur, pra ndaj. Edhe kjo mund jetë. A përshë qëfar përgjigjet mirë edhe? Sa pytja pa lidhje. Pytja pa lidhje s'ka zotim. Jo, absolutisht. Veç përgjigja mund me kon pa lidhje. Po përgjigja mund me kon shumë pa lidhje. Po kjo përgjigje shumë e mirë. Na pelojmë që jena në futbol, dhe tash ti një ekip, dhe tash na sulmojmë një tjetrin dhe qështa. Po, edhe kush jap golla. A bojna debatë, bre? Mu përla? Si krejt, e ke falë, që shfolin për menerë, krejt. Edhe hajt. Edhe qa me rvesh kërgjë. Po më duket. Jo të shtatë që krejt. Jo, krejt, kjo vlen për krejt, po më duket përveç këtyne panelistav që përlohen studio, dikur janë nisin edhe kameramonat për mas flasin, janë nisin me jam mendim. Ma e lumë të rjo mëne se qes futbolin edhe në kja 5 pare që a thojnë këta. A këqyrë futbol, a? Shumë. E fanë si ku i të dim se qëto mune mu përla me të madhe. Shumë interesant është, mujna mu përla, po në Kosovë jam me trepqen, ku do që të lumë? Pa, nuk ke nevoja me madhonë këtë sanë. Edhe në ligën e dytë, edhe në tretën, nuk e ka përla. Ligë të pare një për momentin. Po dhe janë, po nuk... Pa e me trepqen, a e me trepqen të Jam me trepqen. Vish me trepqen? Po, të atenon që kur lumë këndër në një ekipi tjetër të jashtë Mitrovicës, jam me ta. Po, të t'jem krejtë sinqert shumë pak për përcjellim, mo. Dikur i kam përcjell shumë, tash shumë pak, ligën tonë po flas. E në nivel kështu? Nivel botërore? A din që shot? Në krejt ligat e forta, 5 ligat, 6 ligat e forta, 7 ligat, sa më rëndësi, e kam ka një ekip. Dhe më thonë nuk jam... Edhe unë i kam qështë? Hajde. Pytëm për gjdo ligë. Për Angli, se Anglia o liga që du ma shumë. Chelsea, ko kem rival për jashtë që më njëm Arsenal. E mirë. Unë na mujtë të pak me hide pa hide, dhe veç nëjse. Ja, jo këna mujtë disa herë që tash. Ekipi ma i respektuar nga unë është Liverpooli, ma i respektuar, po Chelsea në du, sepse i ka bodo fitore interesante para lufte, ande i mërë të do lojtar të vjetër, edhe prandaj kështu. Në Arsenalin edhe Liverpooli. Mirë, shkojmë tutje. Shkojmë të Liga e 2 e Spanjës. Barcelonën. Real Madrid. Qa, fshet kundër prap. Shumë për pëlqen kjo. Të Italia. Milano. Roma. Mirë, unë knaqem që Claudio Ranieri e ktheu njët të Romën, një trener 73 vjeqar që e kanë thirë se këtë dhe kime lom punën të edhin, dhënë edhe asesi nuk do të pranoj ma të drejtojnë do një klub, është trener, është shumë e dua këtë njeri, personalitet shumë i mirë, i qetë, edhe 2 liga. Të këshyrim... Në Francë se kom kërkën, se s'di, veç Lili kur t'lunë shqiptar, e do në Zhegrova që se... Francë në kom Marseille, për kohës Loriksanës. Mirë, ajde. Okej, për Francës nuk javlin... Bayern në Gjermani edhe u krynë, kaqë. Bayern Munion? Po. A, qëto ko kam një? Aj, shqyqër. Shqyqër, ma më pot. E kur lunë shtetet, me ka një? Kosova, Shqipnia... Kështu komtare... Kroacia, unë kam Gjermanin. Jo, piqe ka fillu, piqe pavarësu Kroacia. A din dë gjusit shikusit tu, se dë gjusit më falë deformimi imi nga radio atje. Isu stanin. Që ta besoj edhe na dëgjojnë. Që besoj që vish na këshyrin se... Kryesisht do që po këshyret, po nesë, edhe kongë po këshyren mo. E kom për Shqipjen kjo vlenë ma shumë për modelet. Edhe për këngëtarë. Pishoh në radio. Mësë më shtë ma shumë e folë, kom edhe materiali edhe për këtu, për nëjse. Ndive i lirë. Qa kem të folë, se s'di qa? Jo, unë e di qa kem të folë.
kem të folë për kombëtarën, edhe tha prej pavarësimit. Po, prej pavarësimit të futbollit kroat, domethënë prej Jugosllavisë atëherë, domethënë në ligën e parë që ka filluar hera e parë, liga e parë kroate, golshenuesi i parë ka qenë Ardian Kozniku, nëse se keni ditë. Po. Është një mik i imi që jeton në Kroaci ne. Është një ka qenë golshenuesi i parë dhe ka qenë reprezentues i Kroacisë në 1998 kur Kroacia zuri vendin e tretë me trajner të ndjerin Qiro Blažević, i cili ka qenë në Prishtinë. Edhe të kam e simpatia priq atëherë. Jo, për Prishtinës po kështu, për shembull Hajdukun. Jo, po më ne priq atëherë. Kombëtare kroate po, Hajdukun e kam dashur. Ditit, edhe për ekipeve atje tash nëse më pyet në Kroaci, Hajdukun, në Shqipëri Tiranën. Edhe në 17 nëntori që ka qenë Tirana, jo, e në Turqi Galatasarajin. A do në mo? Ko ke i pozicionu mirë kështë botën e futbollit. Edhe nuk i marrë kështu, unë kam shumë krejt ligat i kam aty në televizionet e mi. A je Turqit fanatike? Ja, jam konë në 7 tash. Se kur e pata javën e kaluar Zoti Panduri është i Karagashit. Po Ermali. Po, i Pes. Ta janë që patën atë. Shqiponjat. Po. Tha që këta Turqita tha janë mazise militantët e Albin Kurtit. Jo, bre. Në kuptimin në kuptimin e mbështetjes. S'pedi ku po jetojnë ne. Nice. Jo, dikur pas luftës me Edon Ramadani kemi shku shumë posaçërisht basketball, edhe në sporte tjera, po basketball kam këndu aty, kemi bo qoftë hymnin, qoftë do këngë tjera, dhe atër kam qenë ndoshta ma i zjarrt, tash, jo, fare, bile ndodhë që lunë trep që unë se dhja që po lunë. E kom për shtypjen që e ki... Ama e du mas shumë të në zemrë, tash t'jemi të qartë. Po, nuk... Edhe Hajduku ka simpatizusit e Hajdukut Splitit për informatën tënde quhen Torcida, dhe për këtyre kemi marrë na. Po më na, Torcida e Mitrovicës. Këtë sanë sa pas nga dit. Pësha. E mësova, falenderit, i ri jam. Kom për shtypjen që e donë këgja shumë Mitrovicën. Po. Që ka ndu për ta... Po, këtë drejt. Shka të lidhë ma shumë të me Mitrovicën? E dua për nuk thejna ma kur. Pse? Me tu, jo. Jam ambientu totalisht këto. Qka të lidhë ma shumë të me atë qytet? Ma interesant është që shumë Mitrovicas, se Mitrovicali thojmë na, se Mitrovicas, si të Mitrovicas dje që së është i Mitrovicës. Ja, ardhëm. Jo, hajnë. Dhe ke këtu në Prishtinë. Sa herë dalun, ku dali ta kaj? Po. Ka në orë krejt në, ja? Lot, po. Po, sepse Mitrovica në krejt proceset geopolitike, qatë dush, ideologjike, ideopolitike, kombëtare, ndërkombëtare, krejt përmes Mitrovicës. Dhe thënë, Mitrovica e pësaj mas shumë ti në këtë region dhe përkundër asaj që është shumë më qetë, është shumë më mirë, është shumë më njerëzishëm tash në pjesën e okupuar të Mitrovicës, si që kam thënë unë, dhe më thënë veriu në Mitrovicës. Me gjithat e plagët janë, plagët rjedhin, dojnë, dhe në tash marës e kështu me ke pa në stop shumë përvjetore edhe në Mitrovica ka shumë. Shumë. Në përvjetore dhemshme shkadran. E kam parasysh. E ka dhe një veçanti Mitrovica. E ka ujnë matë mirë në botë. Ujnë e ka gjësëset mirë. Veç edhe na një stak e kemë shumë. Matë mirë na. Ju keni peshqet, ja u pranaj. Po peshqet pa ujtë mirë. Po pres bre, na shtam qanë në ide, shkojmë, se më kam premtu, da, po... Unë kur premtoj në qej për një me. Dë më thonë s'po premton njerë, mirë. Ja, po të premtoj. Po të premtoj live edhe mund është... A ki vetur? Po. Qashtë. E keni një veçanti përveç ujtë mirë? Rokun. Bravo. Të pedishe. Edhe e keni grupin fantastik për mendimin tem, Mak. E ke dëgju Makun. A kemi Sinin. Po. A kemi Sinin është vrarë, e din natën e në shkrimit marveshës Masakru, po. Ashtë. Fantastik. Idila verore. Idila verore, më e mirat e pëjata. Më e mirat e pëjata. Qenkerit më së zënk misha. Po. Trigota. Ata them edhe një gjë, që e kam thënë të qefe për këngën Trigota. Në këngën Trigota, marim pjesë ka njerës. Në tekstin e ka shkru Latif Berisha. I vrarë më 24 mars 99. Këndon Hakimi Sini. I vrarë bashkë me bateristin e ti me Topelen me 9 qershor 1990. Dhe më thonë një koincidencë shumë edhe më shumë.
nuk e pata dëshirë ta dërgoj në këtë dimenzion emisionin, po ja, pata qef të jap si informat. Faleminderit shumë. Të pjesa e muzikës po më intereson më shumë. A ban me tregu edhe diçka? Po. Shkodran, ky emër Shkodran po takohna shumë me këtë emër, me këtë njeri. Jo veç ti, po kam në një taksi, në kompani taksive, lajmërohet një bazist me emrin Shkodran, në shumë djalë i mirë. Po e kam një shok shumë të mirë që viteve të fundit, në vitin e fundit, ashta kam bërë shok, dhe është shumë më i ri se unë, edhe më i ri se jo më i ri se ti s'qen ka pak më i madh. Po emri Shkodran, e kjo është Shkodran Gërgjaliu, vllai kolegës tonë Gonxha që është në Klan Kosovë, që kam edhe fëmijë, po e kam edua shumë dhe është një ri që është i fjalës e po thash kur më thirret ja ditë thash sa Shkodrani po jetoj kanë këtë tokë. Vesh ta dish unë si jam më i mirë, sigurt. Nuk e di, unë nuk njoh, për herë parë po takojmë. Po do më fol edhe pak të muzika. Çat dush fol, bro, çat dush. Po thu, Po, jam i hapur, çat kishë. ti vetë merresh me muzikë, Ka një herë, po. e keni zot bukur. A din koincidencën që me 2 janar kam qenë në Fehist Show, domethënë prej atëherë nuk kam qenë TV, domethënë pi T7-shit erdha sot në T7-shit. Sonte. Kjo gjë e mirë, edhe për neve edhe për ty. Në të. Shëndetje T7-sh. Disa i nja adin t'ju edhe i përshëndet. Ka në një? Juve, a? Po. E një Aurora Susurin. Që për përmendi mas pare. Shumë nderume zonja Susuri. Respekt për ta. Ka krejt familjen janë, familjarisht shumë të mirë. E kam shok të tjetër Arsim Lanin. E këto ma mirë mos me pas njoft. Thash qa me bo? Qa të ka ra i se me njoft edhe ty, a? Ka një. Po, prej atër, kur kam punu në Klane, se në një aty në... Kër kam pas të qendra tregtare Brejdil. është një shpendin e mëngjesit. Shpend Lipen. Shpend Lipen. Gjallë fantastike dhe Në një tjetër Leonardin, pak drejtorin e juj. Drejtorin, po. Po dhe? Edhe për këto, po thëmë si për arsimin. Mirë. Aksidentet janë këto, që më Po, Pse Leonard se bëni një debat kulturor në natë, dhe me lënë politikën. Vi edhe në përzijem që tu. besoj ka me bo. Leo i thëjmë na. Qashtë. Dhe tjetës për mbjen men, kërkoj fali Po, për njerëzve marë për njëfsha, ma shumë zdja i një edhe one. Ja, është problemi që ka, nuk ka rivalitet të unë, dhe më dhënë krejt mediat për mu janë meq, jemi shok, nuk i shosim fjarë meq, fare, dhe më dhënë, këmbej materiale, numra, tjera, dhe më dhënë. Ti punon edhe vetë në media, Po, para se me dalë aty, po du edhe pak për muzikën me fol. Kur ja ke nis me knu? Kur ja ke nis me knu? Po më do këtë ma shumë kom knu se që kom kajtë si fëmi. Kjo është ma mirë. Aj tash. Për shumë, unë zdi me knu heq. Tash, që me bom. Tash edhe unë në ashtë zdi, dikuj t'i pëlqen. Dëgjojsha muzikë, Shkodran, para se me dëgju, para se me këndu, është të domosdoshme me dëgju. Edhe kur dëgjon muzikë, unë jap edhe këta edhe juve trive në media që punani, mas i hyni punëve pa shiku media. Edhe kur punani, shikoni prap media, dëgjani, lexoni e tjera. Sepse mbytesh me realitetin tënd dhe mendon që veç ti din. Tash ja nisa më shitmen pak se jam plak. Ja, ki drejt do që përdushu. Domethënë kam prej fëminis, gjithçka kam këndu, po kam dëgju shumë muzikë. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe dëgjoj edhe sot shumë muzikë. A ki nej band preferum, a ki nej kam shumë, s'panala, din se këngëtar t'i një shumicën, kështë që po flas shqiptar t'i një shumicën, edhe prandaj heq, se pse më ke përmen mu, se më ke përmen mu, se ke përmen këto, pse kështu që krejti du, bravo, urime, edhe të natë mi. Urime të gjithve që të ka ashimi. Urime. Një kisa, këtu për një ftesë në kanë gjë shprishën gjinja. Ma mirë është mos me... Zëtë runa. Shtë që ma mirë. Mas me shti thera në kom shtush. Sigur, më lejo të përshëndes krejt ekipin me kamermana, me krejt qajni. Po e ishme si përshëndet. Se veç ti s'këshë mujtë kur gjo me buja, i përshëndes vëllajnë. Dhe din ta në gjdo me dim që shka i përshëndes krejt. Ja të mirë janë pjesa kryesore. Hajtë puna pa kamerë, këshër, hajtë puna pa kamermana të këshyrë. Jo, në hi live. O, në visht ta qeli TikTok-un hi live me ndërë. Po, aty hi edhe unë. Aty se kom problem edhe unë. Edhe pëse s'kom TikTok, më falë që po thëmë. Ma mirë që s'ki. Ashtë.
Vallaj më mirë se Mbot, s'kishte çka mendoj s'po që shani. grupi ma akademik në bot, pas meje, si ma të veçante të kretë janë Pink Floyd. Se dia keni dëgju, ju preferoj me dëgju. Ma si ma përmene makun e këta, atëre ke dëgju. Qësësi. Shto. Falenderoj shumë, po du tash me kalu prej muzikës në punën që bëm për ditë. Po. Gazetaria. Po. Qysh i abone vetit këtë zezë? I dashur, shpëndran, i thësha në djes pas të Ivzi Krasniqit, se mësusi kam thonë, Ivzi Krasniqit ka qenë identifikimi i Radio Prishtinës së dytë, programit dytë Radio Prishtinës, edhe unë e kam dasht. E mësusi i thësha, as një minut s'm ka dhonë ligjarat, as kur gjo, po e kam mësu të e dëgju, atë që po ju them juve, të gjithve. Më thënë, edhe kam pas qef me emitu ata. Adin, imitoj Ivzi Krasniqin, na Zembrovinën, na tjetrin, edhe dhe i sa u rrita. Po, në gjatë shkollës tonë, dhe më thonë, sepse thash në fillim jam kom prezren pak edhe në pej shkollë, për të verbër naturisht, shkolla atje, unë isha aj që intervistoj atjert, shok të bëjshin personalitetet ndryshme, ja Fadil Vokri, jo kjo, aja, edhe unë i bëjsha gjithmonë, aj kam qenë që i intervistoja. Ndryshon kam fillu me 28 nëntor, kështu zyrtarisht, me zërin tim është hap Radio Mitrovica, 28 nëntor 1999, aty kam punu, kam qenë bashkë themelus në këtë medium, pastaj në Radio Besa dhe Radio Helix, falë rrethonave të jetës që më dërguan pak një kohë në Prizren, dhe Radio Kosovë jam prej vitit 2002, dhe më thëmë prej marsit, 11 marsit 2002. 26 vite po më bëhen në mikrofon. 26 vjetë? Po, shumë e dua dhe emrusi për bashkët i dashuris time për muzikën, e këtë e them me mburje, do thot, muzika dhe radio është kë. Mikrofoni. Sa ka ndryshu radio këto 26 vjetë? Se sigurisht, tash, nuk e dia e shë ma mirë. Po. Gjithçka ka ndryshu i dashur. Edhe ne kemi ndryshu. Kur kam varu lufta, unë i kam pas 26 vjetë. Tash i kam 52. Kaq. Do të jem bën njëjtë. 26 plus 26. Kur kam mbaru lufta, i ke pas 8 vjetë, sa i ki tash përvoj vesh nga gazetari. Po pikrisht, e sakt. Sepse që kemi qelë ne, në një farbaneset vogël, apo njët, po, miro, nesja. Këthej antenën paka ne. Po, edhe vendosëm me qelë me 28 nëntorë, kuptan me kalu 2 vreqe. Po, ditë flamurit. Radio dhe gjithçka ka ndryshu. Tash, më thot mu dikush, hej, s'po të shobre kur në televizor? Të nalet mas 2-3 minuta, pa kur s'po këshyri televizor? Kjo është e bukra. Po, ka ndryshu gjithçka dhe është mirë që ka ndryshu, sepse unë nuk jam as kundër as një rryme, as muzikore, flas, as shoqërore, edhe që të kush duhet të evoloj. Të rrim, jo veç qështu se se ndroj mendjen. Një shok e imi thoshtë të veç vëdalla se ndroj mendjen. Kjo është shumë e vërtet. Kështu që ndroj edhe unë, kam mendu ndryshe, mendoj ndryshe. Dikur në ashta sëm ka pengu, tash më pengon pak një shkronjë nëse thot dikush gabim. Një pasaktësi nëse japët ta themi një gënjeshtër për ndo një njeri që unë e di që nuk është qashtu, e tjera. Prandaj konsultona një ka pak edhe neve që sa jemi në men haladin, edhe që mos me folë ndo një fjallë palidhje për dikend, edhe përse mund të afy, mund të lëndojmë, se dhe mos kur vdes njeri ju, adin, të jemi të sakt. Se të mos bile qatë herë me konë. Bile qatë. Hajde për këta gjallë na folet, po për dektit. Se gjallë ta këthen, po kjo teknis mund. S'ka shabon. Kja është. E tha që ka ndryshu gjithçka, përveç radios, supozohet që ka ndryshu shumë edhe media. Kur media në tërsi, po flas. Kur e themi ketë. E para luftës kemi pas as rrjetet sociale, është Shkodran, s'kemi pas kur gja. E di. Po, as telefona që zetë mirë. Po du që evoluimin, që ndryshimin, a e vlerëson që ka qenë pozitiv, a negativ, apo dyjat? Me rast. Shumë gjara pozitive ka ndodhur. Çka u bo ma keq, se neve na intereson. Ma keq është papërgjithësia. Pra, papërgjithësia, bre?
sot janë njerëz më të papërgjithshëm. Jo, nuk them që janë sot njerëz as kështu, po përgjithësia ndaj auditorit, ndaj njerëzve. Unë ty ulna të dëgjoj ose të shikoj. Dhe ti flet bre çka tekët. Jo, me Shkodran. Nuk bën se këto në media. Dhe njerëzit mosha e prindve tanë ose ma djetrit, ose dhe mosha jone, presim me marrë gjërat bukura, prej televizionit, radios dhe rrjeteve sociale, thash, portaleve të ndryshme. Se është keq. Do të thënë, se nuk them që kanë ndryshuar njerëz kur gjë, nuk pajtona me atë gjë, sepse pa ta përmend njerën, dikush më tha, kam qenë në intervistë, në kompromis te Avni Çaili në Shkup. Edhe më thotë Kosova fitoi lirin, po e humbi njerëzim, thash jo. Ysh, thash jo. Por thash veç po lyna me letra qel tash. Tash po tregojmë të vërtetit, kush jam i keq, i mirë, krejt po dalin pa. Edhe më i pari unë, e laçës jam. Kam 1 milion gabime, çdo ditë gaboj, po tash. Jo uroj që mos gaboj me qëllim, edhe në dam të tjetër kujt. Emil për pranon bile. Po qëtë. Na kena probleme me ta që gabojnë që së pranojnë. Sot i thash dikujt, thuj bile më falj. Adin, të vanu shumë për një punë. Po jo, adin kë, o më sobre veç më falj me thonë se në regull kë. Thash, apo më falj për që të prit, ha? Qa vi thonë? E kërkoj falje krejt njerëzve që e kam lëndu në erë pa dashje. Ose që ke lanë me prit. Kam lanë me prit, po për farë kam lanë ma shumë. Problemi, ma problema me prit, dikon se sa me të lëndu dikosh. Jo, ka me të lëndu dhe më shumë. Edhe me prit dhe më Vallaj, me të lëndu, pa pet ma mirë t'jesh i tradhtuar se tradhtar. Po, dhe kjo është. Jo, na bëj me që më zonë të... Qëto kena mi shenu si kuota dhe kena me t'i qitë në Facebook O, qitë një bëni si Albinit që ja qisin këta për krasit e vetë. Mirë, ani, pa drejt njeri ju me dash gjithë kanë këndën. Po pra? Po, kam marrë pjesë në zjedhje, e di që dashtë me më pytë. Ja, Pjetër. më pëlqej kështu që a lëdove, nashta kena me fol pak për politik. Po, vështë të tërgoj për kom votu, se pytja shumë e keqë është Saki Rogën për kom ke votu e të tjera. Këto janë 2 pyetje që s'bohen. Jo, ka dhe do tjera, po s'pithon në më Ato s'jam për opinion. Ato e dim që s'bohen. Ato ti ka dzej off the record. Po, e këto dyja që i ceke, këto nuk bohen, po nuk e dim që s'bohen. Saki Rogën. Për kom ke votu. Mi thamë, nalo mërë, mo? Nalo. Po, jo, pyetja jam ke, me qënë se punon në radio, edhe i tha të ndryshime që ka ndodhë, që është të ardhme në radios. Unë për ndryshe prej se kom blej kjarë, ja kom nisë me dëgju ma shumë. Shumë mirë ke bo, urime për kjerën, egzaf. Faleminderit, është i vjetër, i vogël. Unë e madhe, apo të qënë? A mo me ecec. Po. Nuk po të lenë keq? Ja. Pa e pas, të vogle nuk e fiton të madhen, pa e pas vjetërën se blenë trenë, arro. Qa shto pithojnë a vetës me... Po, pëngështojmë ka pak. A di që Shkodran? Nuk po thëmë që maj mesme, as maj mirë, po e dua shumë këtë profesion. Një ko është fol, jo, pe hekim na, s'ka radio, kush dëgjon radio, adin edhe unë ishim keq. Qështë në hekën gazetat? Qashtut. Po, mbjetoj. Bën njerëz gjërat ndryshme, unë është me po radio, video dhe në radio. Edhe pse unë jam parat pjesën intime, adin kështu me konë rahat, me zgju kurreshtjen, Facebook, gjithmonë i postoj, që ka me pas në emisione, po në... dhe më thonë, e pranoj atë edhe me bo emisione me video, podcast, ato, këto, kreti pranoj. Ama më stoni se, e konë që vrezëri, këta, BBC-a, këta, sa radio i kanë, ose ti ke pa intervistat, ose këngë të reja, shumë herë lansone për radio të ndryshme, ose intervistat e njerëzve të shquar, diplomatëve të tjerë, mas pari, ose shpesh citohen radio të ndryshme. Të që mos të bojemi na ma katolik se papa, prese, ajo është i parë dhe tjerë tjerë mastin kjerarki. Pajtoam, plëtsisht. Njëjtë kemi po... Nuk o keq. Jo dhe? Na politikanë si jem kështu. Jo shqyrë të zotë. Për fatë mirë. E konformoni një parti, po si jem dalë, ala. Nuk e ke zyrtarizua? Ja. Cilën parti? Ja marke, ja me të reguat e rëmbare i puna.
Atë mi marr krejtve atër, krejt vota, 70% këmi marr. Shë, pas ke me të rëndit skenën, a? Krejt, po. Ashtë. Qëta sharkua me të pyt pak për politikë? Fal. Jo më në ka zu për partinë, po. Jo, sa të zoj vallan. Dhe me më veti. Qështë duket evoluimi skenës politike, sepse tu qenë media që 26 vjetë, si çdo gjë. E ke pa besoj? Si çdo gjë, gjithsesi. A di qish, nuk më pëlqen një gjë që partitë tona, pas meje, po flas, veç si pas meje, partitë tona janë partitë liderve. Dhe nuk shumë pak, ndoshta nuk di me pak raste, se nuk dallojnë mendimet e tyre, domethënë, në secilën parti e ka hermetikën e liderit, domethënë edhe nuk dalin prej aty në kornizave. Përshtypja ime. E dyta, me ka të politizuar vëllai, e kuptoj atë. Krejt natën në krejt televizionet debate politike. Nuk e di. Unë mendoj që është sipas meje është mungesë kreativiteti, se besoj që s'është e thonë çdo natë më pas. Sipas meje po flas tërkohën, se unë shumë thjesht e kam. Aty janë dirigjust, veç e hek edhe u kry puna. Po, për debate, për me fol, do të me fol gjithçka. Me qenë sinqert, edhe me fol gjithçka. Jo me fy, i drejt me më kritiku, sa të dush, Shkodran Hoti, po me më ofendu s'ki drejt, edhe anë asjelt. Kam drejt me të kritiku, po me të ofendu nuk kam drejt. Edhe askush, askend nuk ka të drejt të lëndoj të ofendoj. E kjo besa në politik nuk ka shumë fair play. E vërtet është që s'ka, po pse kemi ardhe i këto? Pse? Pjesë e botës, bre, Shkodran. Po thu që është i njëjti trend. Ja, me se kërkon se kiva mirë. Qëre, u zgjedh kryetari Kroacisë, pra po kthehen atë Kroacia. Fytoi e shkeli këtë HDZ me 70% e tash kryeministri dhe kryetari i parlamentit të Kroacisë nuk shku në inaugurim, se mur mandatin e dytë. Dhe më thënë, njëti, qëta jemi. Atë, sidomos Ballkani. Qa po di. Mendimi e, tërkohën. Po, besa, kur të këqysh me vendet e tjera të Ballkanit, ka herina ma mirë na. Jo, zjedhjet na pëjmojmë loq, këna majtë lekcion, qetë, po, kur që po... Si vjetë he kemi numëru pak. Po, i nak nëhoq. I nak nëhoq. 47 dit. Po, qatë interesant, adin është përshtypja ime, ka njerë që fillon qatë shumë u zhagit, sa që ty mos t'intereson, edhe këta bojnë qatë dojnë, në fund atit. Për një me mo, dyqysh i upi lezeti. I upi lezeti, po pikresht. A i kritikon shpesh politikant? Në sy po mendon? Në sy kam qef, qka do që flas? Kam qef flas në sy. Sy e marrë edhe kur i kritikon të zomë në radio. Po, mas shumë të kam kritiku kove të fundit kryetarën e Prishtinës për këto blokadat të jarëzarkashme. Për parimin? Po, për parimin. Për parimin Ramën. Nuk e një personalisht, nuk du me ndodha asgjë keqe kështu njetë, po nuk pajtohem me këto blokada, jo pe bëj kështu, jo pe bëj kështu. Unë e dit në radio që është, më thonë atje, shumë probleme tjera, jo bloku, kjo jo duhet. 1 milion gjera e tash, a mu koncentru të rruga, dhe të shkoj atje, a mu koncentru të emisioni që e kam gjithmonë drejt për drejt, shumicën e rastë. Dhe në gjera që se ti kur ofron ndryshime, blokada, ofroma një alternativ mu, të shkaju në si njerë në radio të këtë, në dhe ty banë mërë qatë dush, grahi. Dhe të merën ata votus të tu e tjerë. Se kam kritiku plot, gjithë kanë që konë në qeveria, atje. Për shembull që më kujtu një, kur thanë mi blej ato tekstet e mësimit, për fëmijë nëse të kujtohet. Po, tekstet shkollore. Një 10 ditë para se me fillu viti shkollor, dhe 12 ditë le të më falin. Thash, a di që shëthojnë, thash kësaj punit të gjusë të dashër. Pse thjesht i konë me kompliku? E që shto jam, une. Thanë, jo me ofendu, po me kritiku. Po, që se na jem taksa pagus, ta ekzistojnë falë neve, ne, unë ti Shkodran edhe krejt këta djemë që përpunojnë këto dhe krejt ne jemi pronar të shtetë. Po, na e majmë. Po dhe, na. Kushdo, opozita, gjithë, na i majmë. E, tu ka i dhnu për parime? Se dy se një. Ata ka kësy në herë në e përqigje. Se një.
personalisht i shkon mirë, nuk e ka qel telefonin kur e kom lyp, po nuk e di. Në kom thirr dy, një herë, dy edhe më jo. Edhe megjithatë e di që i ka dëgju këto krejt. Po. Përmes tjerëve. E rëndësishme është që i ka dëgju, edhe unë mendoj që politikanët dhe këto shpikje, këto blokada, sa nuk them genialitetet e kryetarit edhe të komunës Prishtinë. E ki ironin kërgja thonë buse. Nashta, faleminderit. Kam dëgju edhe herë të tjera. Çka kam ironizu për shembull? Po kujtoje. Përgjithësi përveç kësaj çka po thu me politik, më kam pëlqyer shpesh edhe ironit. Edhe ironit që i bën fore që i lëshan edhe me vetën shpesh. Ja, ata janë tavolinë, sa kupton, njerëzit i kanë keq kuptuar, keq përdorur. E kuptoj, po kjo tregon pak madhështinë e njerit. Kur arrin me bo. Po, jam i madh, 1.85. Po, më i madh se unë. Shiko, Jodran, janë do gjëra që njerëzit pja teprojnë me njerëz të verbër. Për shembull, pse bre vlla i pyet njerin kush jam unë? Prezantohu, nëse të njeh ta thot emrin. Në rahat se njeri mund më lëndu se si kujtohë është të këmen e madhe ku e dy vjen Shkodrani, ma prejk mu dorën kështu, pse s'po më nje. Qëlla, milenionit i pata thona du të me të njofta, edhe shumë pa lidhje. Në thënë, e para, e dyta, mos me ndoni që na një ma mirë, mos me ndoni që na marim erë ma mirë, e këtjere. Po, në munges të një shqise, Shkodrani dashur, shikustet e shtatshit kamermana, krejt njerës, shqiptarë të dashur, kudo që t'jeni në botë. Ne jemi krejt njëjtë, po në munges të një shqise që në ta ketë njeri ju, mundohet ta kompenzoj me koncentrim më të madh në dëgjim, në nuhatje, në prekje e tjera. Por që unë i referohem shumë shqisës së 6, Shkodran, në shumë raste, intuitës. Në shumicën e rasteve nuk më ka tradhtu. Po viteve të fundit nuk kam më pritjet mëdhaja për njerëz. Se? Dhe ish ma mirë që ashtu. Jo, se prit shumë. Mos ma rrit që njerëz. Shtu me qenë real. Po, është ma qenë real, absolut. E hapem një temë që është edhe pak e ndjeshme, po stimqare pa diskutu për ta. Sa më pjesë e shoqatave skorgjë për fat keq. E kuptoj edhe unë s'më mësu kurgjë për me se si njas ligjet as skorgjë. Ja, s'po do më fol për ligje, për ligje folën ata që kena votu, po ne të ajtë janë certifiku. E kanë mundsinë tash me shumë parlament me konstitutë. Po le ta ankuan. Nëse, po. Po çështja e parë që deshta me të pyet. Po. Kjo ka të bëjë edhe me punën tonë se media. Shpesher në thonë, mos ju thuni personat verber. Qysh më ju thonë? Co është diskriminuese. A nënën tjetër, o shoqata të verberve. Emrin e koqës. Po shoqata të verberve, qysh më thonë ndryshe? Jo, kjo është kush ta thot di që ka gabim. Po, e di që dikush thot mos ju thuj me aftësi të kufizuar gjëra të tjera, se shoqata e verber është shoqata e verber. Emri është ashtu. Edhe pik. Ndro emrin thirrën çysh dush ti. Po. Është ashtu. Se ishim me probleme në të parë. Po dhe shoqata me probleme në të parë. E dikush që s'ka hiç. Jo, unë s'shoh hiç, kam probleme. Unë s'kam problem se s'shoh hiç. Problem në të parë kam edhe unë, Po, për shembull. Se kam i do syza po vaki. I kam marrë syzat, po e kam edhe dioptrin u çorë ke. E kam dioptrin. Se tash mu kanë sa kam kritikuar që pse tha çorri, po e di. Ora më kanë thonë shpesh. Kanë thonë edhe çka, ata kanë hek cop. Jo, hajtë vazhdo jetën. Po, unë nuk jam tamam kështu. Edhe njerë për se meritoj si gradë. Edhe njerë për ju thëmë, mos u bëni ma mentor se mentori, ma të verbër se të verbrit, masi, shikoni njerës normal, ju lus, as mos i nën qëmani, po ju lus, as mos i mbi qëmani, ju lutë. Unë jam kundër diskriminimit pozitiv, unë jam kundër kvotës, çfarë do kvote, eshtu. Unë pëlqen shumë, po du me diskutu pak çysh është jeta një personi që nuk sheh. Normal, me çka më kon. Ja, tash. Mos më zabat. Jo. Normal, po di që normal se po flasim shqip. Po. Ashtu. Po më intereson kështu. Shiko, varësisht çysh i qasësh, unë kam lindur i verb. Edhe nuk do të filozofoj shumë, nuk do të zgasi, se filozofia është shkencë, shkëlqyeshme.
Varësisht prej qasjes tënde. Domethënë, nëse ti ke dëshirë të shikojnë vetëm nga mëshira, atëherë aty mbetesh. Nëse do të punosh, siç kam punuar unë, falë Zotit, gjithë jetën, besom honorarin e parë, një jetë e kam pasur në klasë 7 fillore. Besom. Qa ke bo? Qa kam bo? Korektura të lektyrave për të verbër. Në klasë 7? Po. 2-13. Po. Këngën e parë që kam kompozu ka qenë 88-ën, në Zambak Prizrenit, ose kam këndu po 15 vjeç. Kështu. Edhe kam punu si DJ më në burë. me kaseta, po ti nuk i din që janë kaseta. Ja, i di, po më rrjedha, në mbas lutës. E qështu. A me këndu në për lokale, në për kështu për i vitit kur ke lind ti pra 93-ës. Qështu bre, i verbër si gjithë shka, qësh është me qenë person i trash, qësh është me qenë person pa flak, qësh është me qenë person i holl, qësh është me jetu me qenë, po di bre, me kancer. Unë kam taku disa njerë që të mbjetuar abili për kancerit, që jetojnë super dhe punojnë edhe lujnë sport edhe krejt. Ashtu. Tash s'po du më lëshu në nivel shumë personal, po a ke humbë shikimin... Kam lind, thash. Apo ke lind? Po. Tjetër. Numrin e letër njoftimit, a dan? Ja, numrin e letër njoftimit. Gjërë logaris ta kalzaj. Numrin e letër njoftimit... Se sëm qëtë pare, po? Numrin e letër njoftimit Arben Vitia në Lyp. A la Lyp, kese o kënë matja. Po pandemis, po. Për medalë jashtë. Na nuk e lypjem. Mirë. Po... Gjithë ku dështë nuk të të mjabë qa lyp. Nuk besoj që të të me jabë gjithë kun qa lypin. Po, vallaj, nuk jam shumë i sigur. Nejse, pe kalojmë këtë. E kam edhe një gjo. Sa ka bo komuna, sa ka bo shteti për këtë kategori. Atash më sëmë pytë për njerëst. Për ligjet, atash më sëmë thash, edhe një herë. S'po pës për ligjet. Jo, po si një, prandaj po them. Unë mendoj që nuk... Po këshere, me pyt në ratë parë si qytetar, ti e ki një pak natësi, për shembull me komunë, për shkak ose me qeverin për gjëstisë, të ma ka shtritu rrymen. Njëjtë edhe si një kategorie caktume e ki një telash. Edhe pse o shkodran bre, unë e rrymës. Nuk di, adin, shtrajtu, o më po thëmë, o vesh letë kabre se kena me pagu gjithë. O paramendon e bre një ditë pa rrymë, pa internet, tash. Hajtë paramendoni, pa uj larkë qoftë. Unë thëmë, o zëtë mos le kënd, vend, pa uj e rrymë. Që të lirë në ujtë ndoket mas mirë të e kuptojmë në Ramazan. Da, është ta, po më po thëmë përgjësi, kur bëjt tësh mas shumë të i falenderohem. A dhe atë, tjetër. Gjithmonë, të gjera lëm për të dëshiruar. Shteti, ajo, kjo, kur do t'jemi krejt knaqën. Unë bile kur bëjt dosh, a din qëfar përvojë interesant të kam? Hajde. Unë gjatë kohës e jem të po dosh falenderona për ujnë. Edhe unë. Kur t'ja nisë me moftof ujë, ja nisi falenderona për rrymen, mas nej. Kur të përfundon në ujtë ftaft, mas nej. Po. Kur harqohet bëj leri. Ashtu, po dhe? Dhe më thëmë të harqoj që edhe të se unë e shumë. Po. Mirë, po të them që më pyte për ato paknacitë. Unë jam një qytetari përgjithshëm që nuk kam bërgj askund. Na i kredi e ki. Nejse. Edhe po, jo, sinqerisht, dhe më thënë, aty ku duhet... Që ka thonë një politikan, kreti kim ka një 2-3 kredia. 2-3 kredia, ka thonë pak ma ndryshe. Po, a ka thonë 2-3 milion, po. Unë ato si kam. Edhe tash, gjithmonë kemi për pas paknaci. Unë mendoj që nëse nuk angazhohen njerëzit e duhur, në vendin e duhur, tërë, ka me pas shumë të lashe, sepse ne bëhemi konfuz, nuk dim qa duam, edhe kur nuk dim qa duam, pastaj nuk ka faj kërkush, jep se s'pënajnë drejtat, po t'ju lufto mirë, bëhuni unik, lypni ato që ju duhen, jo për te i ligjit, sepse i verbër ti nuk do të thot që ti ki drejt me thy ligjin e me bo qka të dush. Jo. Veç me diskriminuz guzan kërkush,
me ta ofru tash me konkurruar edhe Shkodrani, nëse unë jam më i mirë me pranu mu në punë, ose me pranu Shkodranin, e unë që jam i verbër mos më idhnu fare, edhe e kështu me radhë. Këto janë ato mendimet e mia. Shkodrani nuk jam pjesë e shoqatave, fare, kam qenë dikur pak, 2001 jam hek, kam qenë edhe në Bardh, edhe Kret, edhe ajo është quajtur Unioni i Verbërve të Kosovës, pra masi po bëj kam e thonë të verbër, po çto për herë të parë për një. Dhe duhet me luftu, por asnjëherë në dam të askujt për të drejtat tua, se don me fitu. Domethënë, deri në 16 të lejoj me lut, Shkodran. Hynën në 16 tamin, kaq i kipu. Bëhet penaltia. Penaltia, faula, ku e di unë, nuk lejoj shumë me hi brenda me. Çështo. E qartë, po mbëlqen kjo të timripa, je, dhe të themi, me qëndrimet cilat më përkasin edhe mu, se i përket përgjësi. Veç në futbolon edhe ti kështu dallojmë me gjasë. Nuk ka problem, po mundohu të thuash të vërtetë në sy, edhe njerëzve shumë më mirë është të thuash në sy, se masysh interpretohet ndryshe, ka pasoja ndryshe, ti edhe Krejt edhe unë gjithë vlem për gjithë neve. Në sy, edhe në fjala në sy është halalve. Do ledhë një thanje, zotim Rip. Do ledhë një kutë. Po kjo është, nuk e kam thonë unë Krejt për që po i thëmë nuk e kam zvullu në zetë. Nuk i ki autorial, Ja, po të më thonë nuk pe zvullu në zetë, nuk po flasë diçka që se din Krejt. Pa që api për sërez, hajtë. Se përfundem. A vlen me tu në këtë vana, jo? Tjetër. Me konë kisha shku. A e konë herë në nëjë krizë të tjilë që ka thonë mendore. Mendore, po në krizë pak nësizë. A din kur? Mas shumë të që kam luft vdekin ka qenë luft. E luftën e kam përjetu në Mitrovic për arsyet për cilat nuk do të doja të hymë të bisedojmë sonte se s'dua të elmoj njerëz më me luftë. Të flasim për paqe. Për paqe gjithsesi dhe për paqe të drejtë o Zoti i Madh inshallah. Atëherë kam kërku vdekjen. Brenga ime më e madhe është kur njerëz shkojnë, kur i dëgjoj, pse po shkon veç? I kam këtu 2000 euro gruaja unë, po shkoj. Pse s'po rrihet? Po ku i merr ti ato? Aten 2000 euro jeton super këtu. Ç'ashtu? Me 2000 euro bën një lukse. Pse me shku? Cila është arsyeja? E kuptoj me shku mu shkollue, me shetite, tash që liberalizimi, kretë ato, shetite, kretë, ama nuk ka ma mje se këtu besëm. Edhe kur po vinë këta, bile moshatarët e mi edhe ma djetër se on, nuk po mujnë më rahatu atje, shumica atyre. Interesant është. I huji e Shkodran, me gjithat e i huji. Edhe e keqë është që mejtë është i huji ato. Pa tjetër, është nëse miliarder i huji. Pa ka probleme ndru statusin atje, nuk e ndron për një kohë shkurt. Jo, unë kam një këngë aty, pse i këngë ku janë, mati është një këngë e imja, ku Hyzi Krasniqin tekstot, po ikin të ri, i kthehen pleq, adin, dhe kush e kam, kush me i pikluar, ne që jemi këtu, apo ata që kanë shku, dhe nështë në pyetje $1 milion. A ke Milana i temë pashtera, jo? Se di më rëmisioni është, qatë dushti. Soni jam është po dhe ydio pak sonte. Po unë jam veç iftuar. Iftuar i nderuar. 50% e emisionit je sonde. Në, se dhe. Mirë është hajtë, mos më bot tepër të shumë. Besoj që si kena lodh njerëz shumë. Po, nuk besoj që kam pas punë matë meshme se me nangu neve. Qysh duhin këta, po? Po, qysh? Për mullat në gojnë edhe debate politike. Në them dhe edhe unë që ashtot. Nga një qatë dani. Edhe ose ngoc një kërkën. Edhe që shtot. Sot fola gjithë shka. Po, pikpamjet e mija e në këto. Edhe në kur pim kafe, kam pikpamjet e kështu të tila. Edhe nuk ditë shtirem, edhe kjo më ka kushtu një jetë mjaftë. Bile më paton pa një 3-4 jetë, një shok, po dal, që sa vjeti bonë edhe së mush e shërë. Mi thonë, nashta nuk është mush e shërë. Nashta s'kom desh më mush po shtërsi. Se di, ndoshta kanë herë dhe del, kur je i til del edhe na Eva, edhe krejt, pa djallëzuar ashtu si fëmijë, po që. E la që s'jam, bëj gabime, shaj edhe unë, tanat.
A shon Pa qysh. Rapa ka hamira. Pa qysh. Edhe unë shoj vëllai po gjashëm. Shaj edhe e din për mu ku është përdor mas mire sham janë një të këngë tona. Në këngë të... Rapsat va? Ja, krejt këngë tona. Qytetoj gazetën e për ty me ndaj, minatori. Minatori. Aja është ma me vend për mu, shamja ma e përdorë mas miri, ku nuk është sharja aty, është mlef. Që shajmë na krejt, bre? Krejt shajmë, se të talujmë tash këto, adin, Po, se. Me laqës e tim. laqës jem. Po, bilen para kamerave s'po shojmë. Aty kam kujdes shumë, është një personalitet, për nuk do ta përmend emrin e tij, se nuk jeton më. Thot që i ki 100 euro, ishëm misafirimi, ma ti lëmë sa të shajnë. Djes të pas, kanë qenë shumë i mirë, po lëmë të shajë, lëmë shumë jo mërdash, të vjen shprej. Nëjse njoni shajti djenë në televizion, vëllai. Apo, a? Ja, banën të falja shëshelit, Aha. edhe u dhe s'pak. Po nëjse, Kreshën, kërë pa ta pas herë në panë në radio, dhe tash pitras këta thash, bëm një gati këngë të Kreshën, se në ndërkohë ma prunin një album se ma lypi një shok, album të ti, edhe me që fjera fjale kam edhe një këngë me të dhe me Lyrical Sun, E ke po. E kam jenë të mirë. e kom nisë, thash në këngë të juve ju në ngaj. Bravo. Tjera e në ato që isha. Mirë ki. Edhe tash pitëm, tash në emision po du me të marrë veç, me bo, me sha, shkel ma jashtë veç. O jo, bre, që ku shajo nani në emision të tënde. A është një Liverpool, merë shumë e Është fanatik, Liverpool që sta fanatik. qel telefonin në ti në kod, Liverpoolit ku ju. E që është shumë i mirë, unë i dua shumë ata. Është djalë Dukat Kresha. Të shokun e vetë. Festimi. Festimin e- Po. Gjatë repera tjerë, se më të ke dikoshat pengojnë a i shanta është kur njetë. Jo, më një mirë ata. Jo, më në kemi jetë shumë mirë të punë. Shumë mirë këna. Punë shumë mirë edhe më pëlqen. Po shajnë tash reperat krejt botën. A shojnë ata. Mos i shoh, mos i ngahajt. Kanë publikun e tyre, lej rahat njerëz. Edhe problemi është që 4 minuta konga. Po dhe? 2 shame i ka, pjesa tjetër mundet me konteksti fantastik, thonë po shom. Dy herë ka shajt. Mu më kanë mahnit në emision, do thënë Kresha dhe tjertë, me bindjet, me njohjen e R&B-s, hip-hopit, Pa bajen, repit e të tjera, që mund të shtrosh temat të bukura edhe të mësosh. Sepse edhe qëto për ta them, njëherë njënë më pyti, që në kjo para pandemisë. Thot, mentar bre, a krejti din që po thirë njerës të lamive të ndryshme? Është jo, bre, jo. Veç i thras të mësoj prej tëre. Rëndaj misafirin kër e thrasim, nuk do t'jemi ata të diturit, veç të lojmë misafirit, po jo, po të mësojmë, unë për vete mësaj për misafirve, unë dhe dëgjusit. që ashtu edhe duat. Po. Edhe unë ja kom nis me pej, për vazhdoj me Mitrovic, ja unë ashme përse kom e morë dikon të Prizrenit, Merë këndush. randëm i shku që të qytetë, dhe ti susi. Nëse të duhet, gjithmonë e ke ndihmën time. Për numrat telefonit e për gjëra. E ditë, falenderoj shumë. A kena lënë diçka pa thonë, ullo? Tash edhe një herë ty. Se po zgasim në të shërim din sabat. Po ta në halin në daj, ta shkurtojnë emisionin. Po, Tash na hi në studio. po tukna. Të falenderoj shumë, Faleminderit Shkodran. që ke gjetë ku, Me që e qef. përgjish pëtesës, Falë sjelljive tua të mira, se ke unë knasime. shmoj mas shumë të sjelljen e mirë. Besam, edhe kur nuk i din gjërat, kur je i sjellshëm është super. Kjo është më e rëndësishme. E vërtet. Kështu. Falenderoj shumë. Faleminderit. Shikus të ndëruar, ishim me Mentor Mripen, ishte knasi të bashkëbisedojmë për rreth 1 orë. Paqe Ne drejt. bashk të shihemi javën tjetër. Atë them edhe qëta. Po. Paqe drejt, o Zot, për gjithë njerëzit në botë. Një thirrje, cilës i bashkullëm dhënë. Natën e mirë.